Për shëndeti në kuzhina Nirit, sot kam menduar se me përgatit një iftar, super të sheshëm shpejt përgatitje që kam ju knoqë gjithë familjen. Kraj qka ju nevojitën prej programësve janë 4-5 pecat ku që i kum ngri, 800 gram me copat mishit shtë, 4 thelbit hudrës, 2 qepte mëdhoja, 8 domotet mesatare, mandej i kum morë pra 7-8 patofte i kum ngri. Në moment tjetër një gotë 300 ml oreze kom pastru, 400 ml ujë, 200 gram me shlakzane për ndryshe ajk, një lugë të gjellës vetit, një lugë të qaj piperci, një lugë të qajt krip, një lugë të mes me magdanaz edhe një lugë të gjellës me biber të kush, plus një dozë kështu me domate. Furrën e kom shumë temperaturë 220 gradë edhe marrëm bismillah vaj ulliri se harrova me cekë. Hedhim vaj ulliris, pari në tepsi. Basi që kemi hedhë vaj ulliri, tash marrim orizin e pastruar me pare qesim poshtë në tepsi. Kemi qitë edhe orizin, tash të melmesat e qesim, që e kam përmend, domatet, një dozë pra. 200 gram me shlakzane për ndryshe ajk. 400 ml me ujë shtojna. Edhe i përzina tash të gjitha mire. Me mish, me perime, me oriz, me krejt. E kemi përzi, mishin, melmesat edhe perimet, si që për shefni, i kemi drejtu mirë kështu me duar, edhe tash e marrim një 2 litra përpjekje i lagun si gjithmonë me ujë, edhe e fusim tepsin e mbuluar me letër të lagur përpjekje, në furrën e nxehur temperaturë 220 gradë, një tepsi që kam ju knoq komplet familje, nëse menu jo me qitë ato ekstra jo këto, bashk një tovë fantastike që kam ju knoq nga shija. Ja qesim letën edhe me njerë, fusim pra tepsin në furrën e nxehur. E kom hekë tepsin prej furrës edhe kom lënë për 2 orë. Për 2 orë rafsh që kam ju knoq me të vërtet super e shishme për së cila motër që ja vlen me përgadit pra. Tepsi me një herë e pa të përgaditjen edhe të gjithë hani pra një ushqim që ju knoq. Neve na beft mirë, ju e pashtën se për vani. Faleminderit për përkrajnë që ma veni dhe komentet e bukra. Dini në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit. Them miru po fshim.